tash bashkë. Mirë mëngjese besoj. Agnesa, mirë mëngjese për ty edhe për shikuesit tanë që po vazhdojnë me qëndru me Koavizionin. Po besoj që i ke lajmu edhe shikuesit tanë, si sot kemi një bisedë me një mërgjimtar i cili është nga Gjermania, me përardhje nga Istoku këtu në Kosovë, edhe që në fakt ka marrë një iniciativë kohëve të fundit shumë interesante, edhe po besoj shumë e domosdoshme ndoshta për personat të cilët kanë nevojë për ato pajisje. Pra të bëhet fjalë për mërgjimtarin Albert Lubenici, i cili në Gjermani ka mbledhur disa karroca për personat në nevojë në Kosovë dhe pashtu dhe pajisje të tjera të cilat i duhen personave të cilët ndoshta nuk kanë mundësi që t'i blejnë ato, mirë po me grumbullimin të cilën e kanë bërë në vend në Gjermani, pashtu në vendet të tjera, ai po mundohet të gjitha t'i sjellë në Kosovë dhe më pas ju ndihmoj atyre. Ne po besoj që zoti Lubenici ne kemi tani në lidhje direkte, e di që është rrugës për në Kosovë, andaj nuk po marrë më shumë kohë, po përshëndesim më një herë. Zoti Lubenici, mirëmëngjese. Mirëmëngjese, përshëndetje Besion. Ku jeni për momentin, a mundem me ditë vendin? Momentalisht jam duke shkuar në drejtim të Heilbronit, ku kam mbledhur edhe atje disa pajisje me ndihmë fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta. Po nga kjo iniciativë, nga kjo ide, pse ka qenë domosdoshme ndoshta keni parë pikërisht që familjarët e juaj ose ata të cilët vetë se i njeh në Kosovë kanë mungesë këtyre pajisjeve dhe që me të vërtetë ju duhen? Ky aksion është aksioni që zgjat disa kohë, pra siç e dini edhe ju, që këto aksionet e mia kanë filluar para 2 vjeteve, që kur kam bërë rrugtimin me biçikletën nga Kaselli në Istambul. Dhe vitën e kaluar kemi sjellë një kamion nëpërmjet shoqatës Human Bridge, ku ka qenë shumë ndihmë të mëdha aty për njerëzit me nevoja të veçanta. Aty kemi pasur karroca të ndryshme, shëtitore, pampersa dhe çdo gjë për ata njerëz që kanë nevojë, me nevoja të veçanta. A keni arritur që të mbledhni një sasi të madhe deri më tani? A mund ta dim numrin e tyre edhe kush po ju ndihmon po ashtu? Kush është krah kësaj iniciative? Pas aksionit që kanë filluar para një jave, në rrjetet sociale me janë lajmëruar shumë njerëz të vullnetit mirë që dëshirojnë ta përkrahojnë këtë iniciativë. Pra, njerëz të vullnetit mirë nga tërë Republika e Gjermanisë, pra nga gjitha qytetet e Gjermanisë janë lajmëruar dhe ato janë duke i mbledhur. Zakonisht po shkoni ju afër tyre tek persona të cilët vetë si kanë këtë pajisje në dispozicion edhe duan me i ofru, apo po i sillën tek jo? Se keni bërë organizimin? Ato i mbledhi vetë, shkoj gati për çdo qytet të Gjermanisë. Sot pra, si thash, jam në drejtim të Heilbronit Karlsruhe, nesër do jem në drejtim të Berlinit. Sa është e lehtë apo e vështirë kjo pikërisht që t'i mbledhësh këto pajisje, edhe në përgjithësi mendoni që kosovarët janë kryesisht kosovarë ata, apo jo të cilët po ju ndihmojnë, apo ka dhe të huaj të cilët vetë se kanë dëgjuar për këtë iniciativë dhe thjesht duan me kontribu? Shumica janë kosovarë. E kanë parë apelin tim në ndihmë këtyre kategorive dhe ata lajmërohen në rrjetet e mia sociale dhe e bëj terminin dhe shkoj i marr ato në shtëpitë e tyre. Duke parë që kërkesa e madhe në Kosovë është për këto pajisje, sepse shumë njerëz kanë nevojë për këto karrocë elektrik, shëtitore, karrige për banjo e shumë gjëra të tjera. Ne në fakt kemi informuar nga rrjeti juaj social në Facebook pikërisht për këtë iniciativë, por do doja me di që po vazhdon ende pra është i hapur ende kjo thirrje të themi për persona të cilët vetë se duan me kontribu, kemi ende kohë për ata të cilët ndoshta edhe po na ndjekin në këto momente, por që nuk e kanë parë njoftimin e juaj, jetojnë në Gjermani dhe duan të ofrojnë diçka. Ky aksion do vazhdojë edhe javën e ardhshme dhe brenda 2 javë do të nisemi në Kosovë. Pra janë edhe 2 javë në dispozicion, apo jo? Po, edhe 1 javë e plot. Mirë, unë po shpresoj që ndoshta kanë pas mundësi tani për tani të kuptojnë dhe të informohen shumë kosovarë apo shqiptarë në përgjithësi të cilët jetojnë në Gjermani, edhe ndoshta kanë ndonjë pajisje të tilla apo ndonjë mjet të cilët vetë ju duan këtyre personave, edhe po shpresoj që do t'i thrasin dhe të kontribuojnë në të mirën e personave të cilët kanë me të vërtetë nevojë për ato. Pra kushdo që dëshiron të dhurojë këto mjete që i kanë në shtëpiat e tyre mund të lajmërojnë lirisht në rrjetet e mia sociale dhe unë do i mbledh atje. Në Gjermani.
Faleminderit shumë Zoti Lubeniqi, unë ju përgëzoj shumë për këtë iniciativë, sepse me të vërtet ka kohë që njihemi edhe gjithçka që e bëni, çdo iniciativë është në të mirën e vendit tonë, edhe patjetër duke kontribuar njëkohësisht edhe persona të cilët kanë nevojë. Faleminderit edhe nga ju. Ju uroj një rrugtim të mbarë sot, kudo që keni në plan të shkoni edhe të merrni këto pajisje. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit gjithashtu.